Mirë se erdhët në episodin e dytë të Shadow Hubit. Do i bish shumë shkurt fare, por shkurt, butshëm. Duke qenë se mos di të bëj këto opening kështu siç i bë Arlini. Thash do vishi thash me mua që të mësoj dhe unë çik. Kështu që direkt po ja ja bëj ai prezantimin e episodit dytë. Përshëndetje të gjithëve lale. Tashi nuk më shpëtoni dot ka unë, po nuk do merrem si te Shadow Cloni që do bëj kështu hapje budalliqe kështu. Jo, vetëm hapje. Introra direkt lale. Sot do flasim për Blue Logo. Kthej. Shive, atë keqen, a kasabo. Do ketë koleksion për këtë, kështu që kushdo që do ti jetë interesuar që të gjej diçka të tillë kaq unike që s'del vërdall, do dali ky Instagrami këtu. Hop. Pra. Nëse për te kësaj. Dela e strisha e vogël. Për gjithë ju, ta dini tash se mos humni kohën kot. Merrni bluze, hoodie, gjithë xhaketa që janë në përvene kot lale. Shkoni ta mos i qarti, shive se ja ka bo relit aty. Ose ma gjeni një Naruto, ktheje pak. Bravo. Gjeni një Naruto. Del më rrugë si bob lale. As ke frikë se të rrudhet as i lloj gjoje. Merrni se do më kujtoni, do thoni ku ke qenë Arlin. Kështu që Nëse Arlino. Jepi, po vlla. Ecim vlla për Blue Logo se kemi shumë për të folur, un kam marr siç thashën e herën e kaluar lapse letër më dorë se si dilet më kështu. Super anime. Do të thënë për mendimin tim është më shumë se anime, po. Është lifestyle. Unë mendoj që për te shakave, për te gjithë këtyre fansave që mund të jenë akoma te Oli dhe Benji se e kanë pa që fëmijë, kjo për mendimin tim konsiderohet pa frikë anime që është mbi të tjerat kur flet për sportin. Thjesht se si është ndërtuar nga fillimi deri aty ku ka arrit, s'ka arrit fundin akoma, sapo ka gërvisht majën e icebergut. Ai testoi ujrat, mos ta harrojmë dhe këtë gjë, ai testoi ujrat në sensin që e boni, nxorri disa episode, kupton sezonin e parë dhe ajo pëlqiti. Kështu që nuk është një anime dosidose. Në fund ditës se futbolli është lifestyle. A mendon ti që ndikoi edhe botrori atëherë që dhe Japonia, Blue, edhe i heci çik në botror se rrafi Gjermanin. Eksakt, po. A thuj dha i shtyst modë edhe Blue Logo? Patjetër. Shikoj, di si është një lloj si me Oli dhe Benjin dikur për shembull. Unë kam thonë dhe në sezon parë ku kemi Oli e Benjin. Ka plot lojtar në mbar botën që anime Oli dhe Benji ka dhënë super inspirim. Që të futën rrugës sportit, të ndjekin disiplinën. Një ndër ta ka qenë djali i Maldinit. Ka qenë një anoncim që e kam pas lexuar dikur, tek Oli dhe Benji, disiplina që ka pas ky që kishte gjytin e tigrit, Mark Landers, e ka inspiruar në mënyrë të frikshme. Sa i vetmi film vizatimor thoshte që milionte i mat shikoja, ka qenë kjo lloj. Pse? Sepse ishte po prap me futboll. Dhe disiplina ishte shumë e frikshme. A të kujtohet ty se si ka filluar për shembull Blue Logo? Se Oli dhe Benji unë se maj me fare, po e di që ka filluar me topin që përplas për Blue Logo, si ka filluar konkretisht. E maj me episodin e parë? Maj men që ka qenë Isagi, që po lutet me ekipin e vet dhe humbet të gjytin e fundit. Domethënë te gjytja e fundit pason. Po pra, gjytin e fundit e humbet në sensin që pason te shoku i skuadrës në vend që ta gjutë vet, dhe ata humbin neshen. Gjithsesi i rimarin për këtë, domethënë i përzgjedhin për ta 300 lojtarët që do zgjidheshin si striker. 300 sulmusat, po. Po pra, 300 si striker gjithmonë. Te ky kompeticioni që bën Igo në bashkëpunim me qeverinë që të krijojnë strikerin perfekt, sepse deri në atë kohë Japonisë, arsyeja pse ata humbisin i ngele vetëm fakti që ata ishin shumë altruist. Domethënë kishin mbrojtjen, kishin mesfushën, dhe kishin sulmusat. Në kjo ndodh te episodi i parë, domethënë këto i morin gjithë këta, janë gjithë habit. Edhe domethënë Isagi takon edhe këtë lojtarin që e mundi këtë harrova si kishte emrin një bjond. Po e di, që e kishin shok. Po që jo shok, po ishin kundërshtar, po thjesht u takon rrugës, edhe domethënë ky ishte me kompetenca, familje e lartë. Eksakt. Edhe thjesht i thot po ti këtu i thot na zgjodhën këta ne dhe zgjedh te prova e parë që këta kishin ishte 1 minutë e 30 sekonda mos gaboj që ishte mesatarja thot Igo që një lojtar është me top në kontroll gjatë gjithë 90 minutave. Zgjedh që ti vej në sfidë përballë njëri tjetrit që ti duhet ta gjush topin dikujt
edhe i fundit që ngel me topin kur mbaron 1 minutë, domethënë 90 sekondëshi, eliminohet. Edhe ka qenë ajo skena që ky ishte thjesht në atë dyshimin me veten, që ati bikti që është më i dobët që e kanë para syve dhe e kanë të lehtë, apo të eliminoj më të fortin dhe të heci para. Dhe egoja këte e shtyn që t'i bie këtij që ishte më i forti. Po, e kuptoj shumë mirë. Që këtu mori një super kthes që prit herë se këtë duhet me pa. Shiko, egoja vërtet e boni atë gjë, po deshte me pa i herë sa bajnë këta tipat. Dakord? Mos harrem edhe faktin që kjo bëj për të eliminuar duket gjysmat. Bëj kush ngelte i funit, apo jo? Ishin 12, edhe duhet hikte njëri pa, domethënë praktikisht do të hikte më doptin, edhe ngelte 11. Edhe pas kësaj, faza tjetër ishte që këta do ndesheshin 11-11. Po. Që ishin 3 ndeshje. Domethënë ishin 4-6 ndeshje. Nëse pak rëndësi ka, edhe kualifikoheshin vetëm 2 ekipet që dilin më sipër me pikë, domethënë. 11 tjetër hikte të gjithë, vetëm ai që ishte golashënuesi më i mirë zgjidhej si tek lojtar. E kupton? Po. Ndaheshin pastaj 6-6, 3-3, e kupton se bën ndarjet mrapa. Po mos harro dhe këtë fakti, që harrom dhe këtë gjë. Kryesorja ka qenë që në momentin që ti futesh, domethënë dohet të futesh në Blue Lock pra në këtë projekt dhe nuk dilje strikeri më i mirë, ti automatikisht eliminoheshe për jetë nga të luajturit futboll. Po të shkatrohesh karrierën. E kupton domethënë që këtu një serioziteti. Imagjino sa dramatike ka qenë për atë tipin që hëngroi topin fytyrë doli pa filluar akoma Blue Locku. Domethënë ata edhe të tjerët si puna e tij. Ai ishte më i pafati valla. Ai ishte totalisht më i pafati. E di kush ka qenë më i pafati aty? Kur fillon 11-shet, ndeshjen e parë këta humbin se ishte ajo turn 0 into 1. Edhe asnjëri se kuptonte deri kur bëbonin diskutimet pas ndeshjes së parë që e humbën. Edhe ishte faza që të evolojnë, është ajo loja në ekip, sepse të Blue Locku duket sikur kanë gjithë ego, po qëllimi është që këta të luajnë me njëri tjetrin dhe të nxjerrin në pa aftësitë e njëri tjetrit, që të kenë pika sa më të forta në lojë. Edhe këto filluan çfarë bën? E bën si volejboll. Lëviznin çdo 5 minuta rolet. Kush ishte mbrojtës dilte sulmues, e kupton? Pastaj neshjen e dytë çfarë bën? Lëviznin 3 nga 3 rolet. Pastaj te neshja e fundit i lanë statik kush do rrishin mbrojtësa. Edhe lëvizën vetëm me sfushën me sulmin. Ajo është shumë e mirë dhe unë e di çfarë mendoj se po bën Igo domethënë në gjithë deri tash serialin. Fokusohemi shumë te fakti që duhet strikeri më i mirë valla. Apo jo. Po instinktivisht dhe pa e kuptuar këta lojtarët, ai po përgatiti portier shumë të mirë. Ai po përgatiti mbrojtësa shumë të mirë. Me sfushorat e krahut. Sepse ke këtë flokuqe, më kujto pak me emrat Çigiri, që bëm me Çigiri e kishte sprintin, domethënë startin e kishte vlla perfekt. Vetëm se kishte të keqen për shembull që nuk e mbante dot gjatë, pra nuk mund ta përdorte dot për një kohë shumë të gjatë. Jo, apo më duket u dëmtu. Ka qenë dëmtum dhe kishte ai deri në neshjen e tretë kur këto ndeshën me Reo, Nagin edhe tjetrin, nuk hecte. Jo, ka qenë ndeshja kur ishte me këto dy vëllezërit. Po pra që e dëmtojnë gjurin. Ndeshja e dytë që e dëmtojnë dhe kishin bullizuar ta gjatë gjithë jetës se kishin luajtur edhe më përpara. Domethënë thjesht rrinte kot, nuk lëvizte sepse ishte me trauma, domethënë ishte sa me depresion nga e shkuar edhe me ankth nga e ardhmja. Po pra, po ky domethënë e kishte atë sprinting goxha të mirë. Po, ishte shumë i shpejt. Dhe thjesht duket kishte dëmtim. Kishte pasi dëmtim që e mbante më duket. Edhe kishte frikë që të lunte prapë se po do dëmtonte edhe një herë, po nuk lutem më. Nuk do lunte më. Edhe tha fund fare ku kanë qenë kështu tha varja, bëhet çat bëhet. Po unë jashtë jam tha, kupton, kështu që ishte. Edhe bën një ndër më të mirët pastaj. Patjetër, dhe unë mezi po pres. Ai tjetër për shembull mua që më pëlqen jashtëzakonisht shumë vlla dhe më kujton Ibrën Prime-in e vet, është Baru. Baru është lale Ibra në kohën e vet, domethënë të myt në shpulla, të fut shkelmin, nuk do t'ja di për arbitër, ka këtë shpërthimin vlla, këtë gridin e ka kështu. Domethënë futet aty ku sta pret menja dhe të bë të bish vlla në vend pa e marrë vesh nga të erdhi. Do shkojmë dhe te Baru, po avash. Fal se merr emocioni. Pjesa më epike që ndodhte 11-shet. Tradhtari. Kujtohet tradhtari? Ky tipi që shkoi te ekipi kundërshtar që kishin ndeshjen e dytë, që këta po mos fitonin ndeshjen e dytë. Po ky që bote si çuni mirë gjas. Po që gjithkohës boni 3 golshin e vet.
se lojtari që kishte më shumë gole kualifikohesh Po, automatikisht, edhe Masani thjesht bëni 3 gabime. Fiks realitetin ditë të sotme me ca neshje të shitme që s'po i përmenim. Tak. Po, tamam. Edhe ups, pasova gabim. E kapin ndeshjen e dytë, e lën te cepi atje kështu si ato që siç na ngreshin me kom shkollën e rrim me fytyrë nga muri. E lën atje te cepi, edhe në fund fare vetë sakrifikohet merr kartonin e kuq që ndalon Nagin mos bëje golin e fundit që ta të fitojnë. Po, eksakt. Domethënë sado që kishte traumë nga jeta, sepse këtë gjithmonë, domethënë ky ishte gjithmonë ai tipi që ishte për teamwork, po për herë shikonin kështu si underdog, se ishte lojtar i mirë. Edhe nga zhgënjimi që kishte thot paktën një herë në jetë i tradhoi olla dal edhe jo, ai ishte mos e justifikuar nga backstory që kishte. Domethënë unë i jepsha shumë të drejtë pavarësisht se nuk më pëlqente aty për atë moment, sepse kishte Isagin që ishte po prapë për teamwork. Se mos ta harrojmë, e them edhe herë faktin pse Nagi u bullizu nga gjithë shokët. Për faktin që pse nuk e gjujte vlla, po edhe pas. Pra e zgjodhi teamworkun në vend të egoizmit. Dhe u pa rezultate. Por që pas kësaj domethënë këta e fusin prapë në ekip, e pranojnë, edhe kalon në faza tjetër, ka qenë faza që masi u kualifikun 11-çet, u zgjodhen dhe lojtarët. Po do të kujtoj sken tjetër. Më thuj. Ndeshja e dytë. Okej. Që Isagi bën golin fund fare. Po. Kishte këtë Nikon, këtë flokshin si Marcelo. Sa ta ka qua adrenalinën qell momenti kur Isagi hecën me qetësi mes për mes fushës. 2 milion. Edhe i thot atij ty të munda, dhe ai që rri kot në gjunjë aty dëshpërum se këta do hikshin gjithë si ekip pastaj. 11 veta dhe thot I crush their dreams. Aty pasaj ti je, aty kalon, shikon, në futboll, unë që kam luajtur futboll dikur për shembull, e kuptoj se lojtari ka 2 statement. Pra është një moment kur ti je totalisht i fokusuar, domethënë je shumë i qetë, do të shohësh, të studiosh fushën, ku është lojtari, sa larg duhet ta çoj, me çka këndi, çka lloj goditje, se hudhen venin tokë. Dhe ke pasaj statementin tjetër, ku ti je bravo, je berserk, flow. Je berserk vlla. Ti thjesht, domethënë është për këto që ka pakurokën në basket, në basketboll quhet një lloj statementi që quhet zone. Pra, shqiset e tua janë 100% fokus tek goli apo koshi. Po, edhe ego këtu në këtu I shpjegon diçka tjetër, do të shkojmë fund fare. Patjetër. I tregon se çfarë është flow state-i, që është kjo zoni që është e kurokën në basketboll. Që domethënë ti thjesht ke një synim edhe le trupin ta të shkoj lirshëm që të kryhet ky synim. Dhe ky ka qenë Isagi nga fillimi deri në fund. Edhe po ta shikosh, Blue Loku ishte nda me 5 zona. Po. Dhe çdo zonë kishte shkronja ndryshme të alfabetit, edhe ky zgjedh ta filloj nga Z-ja. Grada më e ulët, 0 domethënë. Po të eliminoj ata që jam Jo, që të transmetoj gjatë gjithë kohës ta që ishin në fund. E kupton te Isagi këta s'ja kishin haberin fare që ekzistonte dikush si Rin për shembull, që ishte perfekt në çdo gjë. Ose ai Shidui, ai që ishte me flokët verdhe dhe kuqe, u kap me Rinin, po. Që ishin kokë për kokë me njëri tjetrin, më thet thashë gjithë të tjerë që prezantohen mrapa, këta mendonin se kur marrun kët, than ku kena arrit. Po pra, më duket kaloshin në një statement tjetër, pra sa herë kalonin në grupet. Domethënë më duket I pari I kësaj ndeshin me të parin e grupit për shumë nga Z-ja, po ja fusko të Y-ni. Po, ishin nda me 5-5. Po pra, domethënë kaloshin ndeshin me ekipet e zonave tjera. Por që e bukura se ndërprejva është kur marrojnë kualifikimet e para, ta kanë një kështu, një provë, në 5 stepsat provës, dhe është kjo që I nxjerr para portës dhe I prezanton me këtë përtirin virtual, AI. Po. Sa e bukur që ja fillon butshëm, si puna jote, ne mos ani vetëm ja çon kështu atë vështirësinë. E kur marrojnë 100 gola, Isagi ishte një ndër të parët që del aty, që nuk pritet dilte ai domethënë. Edhe gjeje se ç'a ndodh. Ekipi parë. Bachira, Isagi, Nagi. Ai Nagi. Ai Nagi, lale. Nuk e di me kë lojtar të ta krahasoj, vlla. Ai është një mix midis Marcelos, falë Ronaldinhos, me ku e diun Kakai, përzim me I çik Neymar, nuk është një mix fantastik ai. Nagi është
Mesut Ozil. Mesut Ozil, ja. Gjun pason vet, i bë të gjitha vet. Po. Është sulmues, po nuk e gjen të S'ka lidhje për sulmues, po se edhe Ozili të dilte ty, ta bote golin. Vlla, e di si thoshin dikur për shembull, ka pas qenë me Ineshe, nuk e harroj lale, ishim me çunat dhe po shifshim Ozilin dhe gjasme simuloi moment. Edhe ja kputi njoni ka dalë se na e vrave madamën. Kalo 2 sekonda vllai, sa nis topi, bram Ozilin trekon, madama ta rrazi golin zogu. Çu është ai? Shiko, di çfarë mendon ky Nagi është Johan Cruyff. Po. Balet me futbollin. Po, lale. Sa është bjond, i gjatë, elegant. Jam shumë dakord me ty. Johan Cruyff, kështu, se tash më erdhi fiks domethënë, sa është CF, as sulmues as mesfushor. Edhe gjej se çfarë bëjnë këta tash në ndeshjen e parë, prezantohen me Rinin edhe 2 tjerë, me kët François, ke parasysh. Edhe ky tjetri që ishte gjithkohës në angth që han të thonë. Si ka mundësi, Shimoni ata tipat shumë. Edhe Tori dhe Benji ka qenë ai tipi të skuadra Mark Landersit, ma men një original si ky, që nuk bote asnjë lloj pune, duke i kështu si qyr starshipsha aty. Po vetëm kur ta pasonte topin vllai, nuk e di, janë frikshëm. Po. Edhe këtu tani se këta u poqën 3 karaktere sa të ndryshme, po edhe të njëjta bashkë, se Isagi për shembull nuk e dinte, domethënë nuk e dinte akoma se çfarë talenti kishte, se kishte bërë akoma forged, domethënë drejt fundit dhe kuptoi se çfarë ability kishte dhe i zhvilloi pak kur hyni te ajo dhoma e trajnimit. Nagi për shembull ishte tamam shikamaru, nëse do e krahasojmë kështu, what the drag bro, thjesht kur psoi humbjen e parë nga Isagi, ra në dashuri direkt me të dhe tha vlla, unë mrapa këtij. Bachera po ashtu. Bachera është fantastik. Bachera është brazilian, nuk e di, domethënë ai është tamam brazilian, flok me ngjyrë, gallat. Ka atë monsterin ai, vlla, nuk do të thotë monster gjatë gjithë kohës. Dhe po ta paralelizojmë për shembull, mund të jetë ose si alter ego, disa nga teoritë e fansave është thjesht një alter ego e Bacheras. Ndërsa tjetra që jam dakord dhe unë këtu është ajo instikti i brendshëm që ka lojtari. Pra ti kur je në fushë vlla, sidomos po flasim për talente, siç mund të jenë Messi, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo nuk është talent i mirëfill. Për çfarë Ronaldo po fleti? Jo fenomeni, po flas për çështatën. Po jo, më talent është ai, se nuk mund të thosh dot nuk është talent. Është talent, ka zotësi, por nuk është si Messi. Domethënë unë kam qenë fan se Ronaldo. Dakor. Dhe jam akoma sot e kësaj dite. Jo, po shiko, çdo njeri, çdo lojtar futbolli ka ato karakteristikat e veta. Dhe këtu është problemi. Këtu është problemi ku njerëzit krahasojnë Messi me Ronaldo. Ka diferencë. Ronaldo nuk supozohet të krahasohet me Messi. Patjetër. Supozohet ta krahasosh me Ibrën, me Suarezin, me Fernando Torresin, është sulmues pyk. Eksakt. Ose krahu. Plus kanë dhe faktin tjetër që nuk janë të njëjtës kategori në fizik. Pra staminat e Ronaldos janë ku me staminat e Messit. Messi nëse në një përballje trup më trup do fluturoj 6 metra tutje, me Ronaldo vlla, Nesë se. E di unë, ka shumë debat kjo pjesë, Barcelonës. Shumë debat kjo pjesë është se përtej kësaj mos hym te këto se i përmend edhe këtu Messin e Ronaldon, Pelén, Maradonën që e ka lidh me realitetin dhe çka ka bë ka kriju një lojtar tjetër që për mendimin tim është bazuar te Mbappéja dhe pse s'ka fituar topin e artë, është ai Noel Noah. Po. Që mos mos krijoj hate me fansat, që jo po Messi jo po Ronaldo, krijoj Noel Noah. Edhe gjithë këta domethënë kishin referencë këte. Ndeshja 3-3. Dhunim total. I le Rin ta të bëjnë një gol edhe thot kaqe. Edhe thjesht e vet topin te pika e bardhë dhe bë gol. Kujtohet si skenë që thjesht vetë këta e shohin shumë. Rini është pure, domethënë talent, jo prit. Rini deri në atë moment quhej talent nga këta. Sa merri vesh ishte i vllai me kombëtaren. Po, talent nga këta, se këta e shikonin, thonin ç'është ky. Po, ama i thotë ju se keni idenë ç'është është talenti vllai, se e kam ke shtëpia ideja. Edhe gjeje se ç'a bën Rini. Zgjedh Bachera. Edhe le Isagin me këtë bjondin vetën. Me Nagin. Edhe këta tani dyshe duhet ndesheshin me një dyshe tjetër që ishte marrë një lojtar që të formonin një ekip që të bëshin 4-5 edhe pastaj të kualifikoheshin. Eksakt. Ndeshja 2. Dyshe.
Isagi me Nagin, Fantastike. Baru me Jonin që s'ekziston të kërkun. A? Dhe shi që po ma kujto, vlla, dhe shi qa kombinimi është të vesh një super sulmus me një super dribbler, që thjesht të ndjek ty, pra si që ishte Baqira me Isagi, jo me Isagi, more, Nagin. me Rinin. Baqira me Rinin, kupton, dhe Isagi që ishte me Nagin. Po, Baqira me Rinin janë super kombinim, vlla. Se Baqira ty të ndjek, sepse ka atë tipin e monster që thot brenda ai, Po. që ai ndjek vlla kush është më i zoti, sa ai do të argëtohet. Instikti e shtynte që të ndiqte, por që ndeshja e dytë ka qenë epike sepse Isagi praktikisht del kundra Barës, që e kishte frikë që në fillim që ndeshjen e parë që ky degeneroi me gola, do një kishte ngel kështu si traum. Edhe me Nagin 2 kundër 2 është ajo pjesa epike që i thot Barus Isagi, I choose you Danki. Se kjo kishte bullizu gjatë gjithë kohës. E kur i kthehet që i bo shefin. Po pra, e kupton ku i çon ego këta, domethënë nga underdog, ky u bo aq i fort, domethënë aq vetbesim te vetja, saqë i thot ti që ishte fizikisht më i miri, kishte gjujtjen perfekt, Ibra. Domethënë imagjino ti dali kush i Ibrës ti bëj si artist. Ne, po, je që i del Lenjoni, se ke pasni për shembull mbrojtësa legjendar, po kur vite kapitano aty. Dhe shiko pak, është dhe kjo tjetra, në futboll goli e dim që të gjithë që t'jep jo konfidencë, po të bot njesh perëndi vlla. Në atë momente ti bone golin, thu preka qielli me dorë, jam krah për krah me Zotin tash, të bën muhabet. Dhe sidomos ndeshje decizive. Dhe kjo me Barun ishte ndeshje decizive, se shikon teknikisht çdo ndeshje është ndeshje decizive këtu, se një gabim ty mund të të eliminoj karrierën valla. Po. Kështu që mos harrojmë këtë fakt. 2 kundër 2, po të humje, po mos zgjidhnin. Eksakt pra. Goodbye my lover. Hey, goodbye my friend. Ndeshja radhës, shife se sa epike e ka bë. Jepi. Nagi, Isagi, Baru, kundër Chigiri, Reo edhe Kunigami. E kupto, tre shok. Jo, më kujto pak vetëm Kunigami kush është. Kunigami Flokuqi dele. Po. Fiksimi i jetës sate. Speedy tjetër. Kunigami ishte Baru, po version më i updateuar dhe më altruist. Sepse Kunigami kishte të njëjtat aftësi. Gjunte me të majtën nga jashtë zone. Baru gjunte me të djathtë nga jashtë zone. Problemi vetëm ishte se Baru ishte shumë egoist. Kunigami nga ana tjetër ishte teamwork guy. Dejte koma me cilën gjujnë, o vllai. Po Kunigami, shkojmë fund tek kësaj sentente. Do të thënë imagjino të zgjeje pak çanovi. Çdo ndeshje këtu ne maronte 5-4, domethënë ti kisha adrenalinën deri në moment të fundit. Gjeje se kë zgjedhin këta. Jo, mos më thuj aty ne. Po, kë zgjedhin. Ju do ta shihni herë, por ne po diskutojmë për shefin ton që ju të keni dëshirën dhe zellin të shkoni ta shikoni sot. Zgjedhin Chigirin. Domethënë, Nagi le Reon prap dhe kjo është super tram për Reon, u bë me vra veten praktikisht. Kunigami ishte prag falimentimi, se u bë hera e dytë që e lën jashtë dhe ishte super lojtar, edhe këta bëjnë kaçën e parë. U bë kaçja me 2 lojtar organizator, edhe 2 lojtar që të rrashin petllën. Në kuptimin e plot fjalës. Baru të bënte super gola, do të ishte bazik, thjesht gjunte pa çonte fort. Dhe kishte super strike. Nagi pastaj që bote magji, nuk kishte lojtar ta parashikonte. Pastaj kishte Chigirin që kalonte mbrojtje sul para topit për herë, edhe Isagi që ishte aty kështu projektori fushës, domethënë gjithë. Ai është vetëm strateg vlla. Strateg po ishte aty ku topi supozoi të shkonte. Do të shkonte atje para se të shkonte topi. Po vlla, e di se me kë mund ta krahasoja për shembull Isagin. Mund ta krahasoja me një tip Marceloje. Ose me një tip Pioli vlla. Jo. Pse do thoshti? Në sensin e studimit lojës. Se ai e studionte lojën vlla, ai gjysmën e ndeshjes e kishte studim loje. Pra, si gjuhë lojtari, me kë bashkëpunon, ku do ta kap,
studio portierin sa del nga porta. E di që mendojnë se është Isagi? Isagi është praktikisht Thomas Müller i bashku me Pipo Inzaghin bashkë. Po, tashi po. Jam shumë provë. Ka qenë, domethënë, nuk ishte driblues i mirë, Jo, nuk ishte super i shpejt, ama ishte për herë diku duhesh, e në për herë 2 gjujtje bonte të 2 i fusën port. Nuk ishte shanse të dilte jashtë. Lale. Gjeje pak ku ishte ndeshja e fundit para se të marronte gjithë ky Rini me ekipin e vet me Baçerën, Po. kundër Isagit me Kaçën e vet. Çam ke kujto. Do i bi shumë shkurt. Çam ke kujto, jepi, hajde. Hilli, goli i fundit i Isagit, që thot pjesa e fundit që mungon, pse të them unë që është Inzaghi, pjesa e fundit që mungon për një lojtar, thot që të jetë super sulmues është fati. Ja, ata e thot, një sekondë, se nga trota shim duket. Isaghi thot fund fare. E di që e thot Isaghi. Është mirë, ju a jep ego para, po ky nuk e kishte zgjuar akoma në kohë. Ajo është ndeshja me në fund. Po pra, U20-ën. Edhe këtu i del kjo që bëhet puzzle i full, po ky se dinte gjithkohës, domethënë e ke parasysh kur zbulon talenti fillon të fare që e dinte që kishte këtë special awareness. Po. Që del që në episod parë, edhe këti i bëhet full puzzle te episodi i fundit kur kualifikohen këta. Që un kam këtë aftësi olla. Shiko, për mu personalisht nuk është më kryesore pjesa e që quhet, do thosha unë, goli i Isagit, se sa goli Nagit. Wow. Nuk e di, po e di pse goli Nagit nuk është sa goli i Isagit, bro, që t'jen në të njëjtin nivel, sepse Nagi e ke parasysh si puna Messi dhe Ronaldos, që ti je mësu, ti shofësh të tilla gjona shpesh, e kupton? Edhe nuk të bësh shumë përshtypje që, po ja se boni Nagi super gol tjetër. Kurse kur boj Isaghi atë back heelin, është praktikisht është diçka që edhe ego ishte komplet u habit. U habit toli jashtë asaj, edhe i thot asaj që shikoj, thot që do të thot ti je egoist. Se nga gjithë e priste të bonin diçka, nga Rini e priste olla ta dominonte lojën. Nga Baçera priste driblonte gjithë ekipin nga 2 herë. Nga Nagi priste olla të bonte një super gol. Po kur Isaghi del komplet që se kur bëhet e back heelin, praktikisht i thy gjunjë të Rinit, a kupto? Literalisht lojtarit më të mirë të Blue Lockut në ato momente ai e ul në gjunjë dhe e trajton si me qenë mos ta themi në fjalë. Jo, mos e prish gojen. Se thon na bine zarvzi. Pra, t'keqen, se na thonë rregullon mikrofonin më. Edhe po ishte e vërtet kjo që po diskutonim jashtë të dy. 5 që europiane kundër këtyne 5 më të mirëve që dolën nga. Sakt, pra. E kupton ky merr Rinin tash dhe i thotë Rinit, domethënë Isaghi arriti në pikën që t'i zgjasë dorën Rinit dhe i thotë un kam nevojë për ty te ekipi im. Edhe ndeshën 500 më e mirë, domethënë hajet e rejtit i Blue Lockut me 500 europiane, këtu s'ka nevojë për të fol shumë se 500 botrorit, jo të europiane. Po, 500 e botrorit, më të mirë, të që lunin në Europë, pra, se ishte brazilian, po nese, u keq shpreha unë. Pra, avash lutem. Edhe më para mbaroi se sa filloi. Nuk ka nevojë për shumë diskutime kjo pjesa. Kurse sezoni 2 i Blue Lockut për mendimin tim derisa u ndeshëm me ato U20-ën ishte shumë i thatë, domethënë ishte ai debati i Rinit me atë Shiduin që kishte emrin ai Shidoi, ai bjondi që ishte si Ibra, version upgraded. Domethënë ishin ato debatet Gitsmit se laj ego jashtë, këtë Shidoin, ky bosi tash nga u fute U20, aty te U20 zemram ka pëlqy ai Mbrojtësi. Akaju që kishte. Po pra, Akaju vlla është tipik Maldini në kod. Jo, e ke gabim. E di kush është ai është fix Sergio Ramos, do ta them pse. Sepse Sergio Ramos ka pas qenë në fillim sulmues. Kur ka luajtur fillim fare ka pas qenë sulmues. Po, e di këtë histori. Edhe i kanë thonë, për të mirë të ekipit ti duhet kalosh mbrojtës. Është literalisht kopja e tij. No, zama. Tani si talent është më betit. Jo, s'ka kam për talent. Si rrjedh. Nuk e kam për talent. Di për çfarë kam vetëm për një gjë, që është fakti që në temperament nuk janë një lloj. Okej, dakor, po, se edhe në stil loje. E di kush është Sergio Ramos temperament, që ta presim shumë shkurt.
Te sezoni parë, ai që i ka dhomën si peshkaqen që mori dhe të verdhin. Eksakt pra. Që rri gjithë kohës të bërtit. Ai po. Ai është Sergio Ramos. Ai është gjak nxehtë, do vetëm ta ketë topin. Do vetëm bëj gol si Sergio Ramos, pastaj rri mbrojtje prapë. Eksakt pra, kjo është ai gjithë është ideja. tamam Sergio Ramos. Por që gjysma e sezonit dytë ka qenë kot për mendimin tim. Këto jo po hajde bëjmë 11 që më të mirë, kush pëton e këtë janë, marrë Ka pra 5 pas aksion, jo, sa ka dush. pas aksione të bukura, po ishin figura që i kishe pa, a kupto, pastaj kur filloi pjesa me U20-ën, aty nxorrën 2-3 talente, nxorrën vllain e Rini që kishte degeneruar gjithë jetën, vazhdonte ta degeneronte, edhe pse fansat e shohin më shumë mos e trajtonte keq, jo, qëllimi ishte që ky ishte mini ego. Eksakt pra. Ishte bo mini ego që atëherë që e kishte detyruar Rinin që Rini të ishte në nivelin ku ishte para se të tjerët hynin byllok. Shiko, diku ishte ideja, ai filloi shgënjimin sepse u stërvit nga i vllai, vetëm që ai të kishte një rival të denj, mos harro faktin. Po. Pra ai e futi të vllain Rinin në futboll, sepse pa talent tek ai, për moshën që ishte, shumë i vogël, dhe ai e stërviti vetëm që të bëj supozimisht më i mirë, që të kishte dikë që ta shtynte. Sepse në atë kohë nuk ishte fut me U20-ën ai që përballej botror me Neymar ra e kështu gjëra. Pra. Si tha, din ata kush jemi ne dhe se ne dimë ata. Kështu që e din ata me këpëlojnë, jo ne ta dim. Por që për mendimin tim Rini në fund fare literalisht nëse të kujtohet episodi i fundit që Isagi bëhet literalisht star i ekipit, që dhe Rini praktikisht bie dakord që Isagi, domethënë thjesht i thot Isagi, do vlla, pse po të ndjek unë ty, se kuptoj. Domethënë kjo ishte komplet switch i më i madh që ti merr një talent tëndin, edhe atë talentin tënd përpunoje, edhe bëhu më i mirë te talenti që ti ke. Mos shiko të hapesh, që të bësh edhe këtë, edhe atë, thjesht zgjidh diçka që ti je më i miri, e bën me qef, edhe përfundon ti je në krye të vëmendjes. Ta mbyllim se mbaroi këtë. Ta mbyllim vllai se e bëm gjithë, e folëm gjithë çfarë është për të fol. Për radhës tjetër, që t'jeni pak të ingranuar edhe ju nëse do keni ndonjë pyetje konkretisht. Për radhës tjetër do flasim për Dr. Stonein. Super anime. Kaq po ju them, kush se ka pa të shkoj ta shohë, kush e ka pa ta plasi ndonjë pyetje në koment, që edhe ne ta zgjasim pak se Dr. Stonein ka shumë për të fol, por ne do i bim pastër pa gabime shkurt. Eksakt, dhe ndoshta mund të ftojmë dhe në Europë në studio, po, edhe kjo. Në një nga këta që na komentojnë, tash i varet kush ka qef. Ne të flasim gjithë ditën bashkë, ju s'kena armë të ftohta këtu, por që për te shakave. Ta mbyllim me shprehje të bukur. Jepi vllai, është e jote e gjitha. Egoja në një tru intelektual është pushtet, kurse në një tru jo intelektual është idiotlik. Kështu që përdorni trunin që të keni ego.